Ekspertët e mjekësisë ligjore kanë vërejtur element të mjekimit të pakujdesshëm dhe neglizhencës ndaj Aida Qajkës, gruas që gjeti vdekje në maternitet bashkë me foshnjën shtatorin e vitit kaluar. Lajmi konfirmohet nga burime pranë prokurorisë së Tiranës, e cila e ka administruar në dosjen hetimore aktin e ekspertizës, ku janë renditur shkeljet që mjekët kanë kryer në trajtimin e rastit të 35 vjeçares, shtatzënë në muajin e nëntë, e cila u transportua nga njëri spital në tjetrin, derisa gjeti vdekjen. Ekspertët u janë përgjigjur 10 pyetjeve të prokurorit, kundër të tjera theksojnë se në mjekimin e gruas nuk është gabuar vetëm nga bluzat e bardha të maternitetit Koço-Gliogjeni, ku ajo dhe foshnja humbën jetën, por edhe nga kolegët e tyre në 2 spitalet e tjera, ku transferua pacientja, siç është Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Spitali Shefqet Ndroçi. Në raport evidentohen emrat e mjekëve që u morën me rastin e Qajkës dhe shkeljet që kanë kryer secili prej tyre. Në këto kushte, mbi bazën e këtij akti ekspertimi, prokuroria pritet të marrë dëshminë e bluzave të bardha në cilësinë e personave që kanë dijeni për rrethanat e ngjarjes. Gjithashtu përpara grupit të prokurorëve do të dëshmojnë edhe ekspertët që kanë përpiluar raportin. 35 vjeçaria Aida Qajka gjeti vdekjen shtatorin e një viti më parë, pas disa orësh sorollatje në dyert e 3 spitaleve. Gruaja që priste të sillte në jetë fëmijën e saj të tretë, u paraqit në maternitet dhe pasi u bën analizat u vendos të transferohej drejt QSU-s, pasi nuk kishte probleme me barlindjen, por ndërkohë gjendja e saj paraqitej tejet e rëndë. Për arsye ende të pasqaruara, pacientja u transferua sërish nga QSU drejt Spitalit Shefqet Ndroçi, por edhe në këtë qendër multidisiplinare nuk u mbajt. Mjekët vendosën ta transferonin sërish në maternitet, ku ndonë u fut në sallën e operacionit gjeti vdekjen bashkë me foshnjën. Ishin familjarët ata që akuzuan mjekët si përgjegjës për vdekjen e të afërmes së tyre. 2 mjekë të maternitetit përfunduan në pranga pas dyshimeve për mjekim të pakujdesshëm, por me vendim gjykata u liruan dhe hetimet ndaj tyre, po vijojnë në gjendje të lirë.